Familjar, miq dhe të afërm me rastin e 16 vjetorit të rënies së dëshmorit Albesian Mataj bën omazhe tek varrezat e qytetit. Me trimrin vendosmërinë e djaloshit Gjakovar, i cili kur erdh koha pushkës ishte ndër të parët, që ju përgjigjen thirrjes së Adeut, janë krenar bashkëluftëtarët e tij. Ishte një djalë pa trembur, në çdo vend, në çdo aksion, domethënë ishte sikur një shkemb para plumbit. E mori armët edhe në çdo vend ku ishte nevoja, domethënë qoftë në do vende ku ishin pikat më të rrezikshme, shkoi Albesioni si një djalë pa trembur, djalë i guximshëm. Natën kur morën vesh për rënien e Albesianit, ndjenjat ishin të përzjera, tha babai i dëshmorit. Kur shtroi Albesiani dëshmor, na kanë pasur ndjenjë edhe për dëshmorë të tjerë që janë vrarë gjithë Kosovën, po tash me ta thonë të vërtetën, si djalë kam një pak dhimbje më të madhe. Po faleminderit Zotit që gjithë kosovarët, gjithë shqiptarët e kanë ndarë dhimbjen me neve, për gjithë dëshmorët. Por mbi të gjitha ne jemi krenar për veprën e tij. Ne jemi krenar, fal Zotit që i dim për shka janë ra edhe për shka janë shku, ajo është mërita më e madhe jona. Mirë, po është e dhimbshme në ditët e sotme të shohim se si vlerat për të cilat luftuan po shkelen nga vetë shteti i tyre. U shpreh Salim Mataj, babai i dëshmorit. Albesian Mataj ka rënë në moshën 17 vjeçare në një pritje të organizuar nga forcat serbe në fshatin Trakaniç.